Qytetarët e Vlorës protestuan sërish pas ditën e së premtes për të kërkuar nga qeveria anulimin e projektit për Zvërnecin, si dhe ligjin e zonave të mbrojtura, por si kundër thanë edhe ata, protestojnë edhe për shumë probleme të tjera që i kanë në përditshmërinë e tyre, si pagat dhe pensionet e ulta. Në protest kanë marrë pjesë edhe shumë qytetarë të Vlorës, të cilët jetojnë në diasporë të ardhur nga Italia, Gjermania, Brukseli dhe vende të ndryshme si dhe shtetas italianë dhe të huaj të kombësive të tjera, të cilët jetojnë në Vlorë. Të mbledhur në sheshin përballë teatrit Petro Marko, ata kërkojnë reagimin e qeverisë, por edhe të presidentit të Republikës dhe avokatit të popullit. Qytetarët theksojnë se protestojnë edhe për largimin e fëmijëve jashtë vendit. Unë quhem Fatma, jam juriste në profesion, në Berlin e mërguar, shpesh nga faj e munduar, faj se ika dhe nuk pash shpres, faj se nuk dhash kur duhej bes. Prandaj, kjo thirrje dërgoj gjithë diasporës, ktheuni i lutem, ju jeni zemra jon, ata po na përçajnë pikërisht atje tek zemra, kemi nevojë për ju. Ju kemi dashur, nuk ju jemi mërzitur se na jeni larguar, po është momenti ku të gjithë të bashkuar, kjo qeveri është rrëzuar. Unë kam ardhur nga Berlini, ka stile për protestën, nuk e kam bërë biletën e kthimit, sepse kjo është puna më me rëndësi që kam. Kam organizuar 3 protesta në Berlin, në datën 5, në datën 14 dhe protestën e fundit Gorilla Style, ku e pritëm Ramën ashtu si që takon. Kemi qenë minimalisht 500 shqiptare sipër, kemi filluar punimet në datën 2, sapo dëgjuam që protesta shpërtheu në Tiranë nuk na mbante vendi, prandaj ju kërkojmë të gjithë në shesh të burrave, këtu bëhet shteti dhe jo në mediat që janë me hallet e tyre, i duam shumë të gjithë edhe ata, në zemër janë me ne, prandaj bashkohemi të gjithë së bashku, ju dua. Për çdo gjë, për të qeverinë, për pensionet, për të ardhmen, për rrogat, për çdo gjë, edhe për shitjen e Sazanit, edhe për lejet e mbrojtura që janë, nuk na pëlqejnë. Për këtë qeverinë po protestojmë. Po, s'ka diskutim. Ne nuk mbarojmë, do fillojmë. Derisa shteti mos të jetë më. Kemi shqetësime për çdo ditë. Unë kam ardhur nga Brukseli, jetoj në Bruksel, edhe besoj në 2026 kemi shumë të drejtë të kërkojmë transparencë, të kërkojmë një Bregdet të lirë, të kërkojmë një Vlorë për të gjithë, edhe Rama jepet dorëheqjen. Ky është mesazhi që kemi dhe shqetësimi jonë më i madh. Kemi shumë të drejta që janë shkelur. Mendoni se me protesta do t'i... Po patjetër, protesta është një mjet i likshëm i kërkimit të drejtave tona. Është një e drejtë që mbret nga kushtetuta. Drejtat e shqiptarëve, për të drejtën e territorit, për të drejtën e shëndetësisë, për të drejtën e të ushqyerit shëndetshëm pa helme, pa pesticide, për të drejtën e tokës shqiptare, për të drejtën e të mbajturit amanetin e të parëve. Për këtë po protestoj. Përse presidenti i Republikës gjatë gjithë këtyre ditëve nuk është bërë i gjallë. Të gjithë flasin për Edin, flasin për Ballukun, për Berishën. Presidenti ku është? Pyesin gjithë shqiptarët për këtë. Avokati popullit, ka dalë në qytet avokati popullit. Urdhro? Ne protestojmë për gjithçka. Unë personalisht i kam të 2 fëmijë jashtë shtetit. Përse duhet i kemi jashtë shtetit? Më thoni një politikan që i ka fëmijë jashtë shtetit. Për të studiuar po, për pushime po për të punuar asnjëri nuk i ka jashtë shtetit. Fëmijët tanë kanë marrë rrugët e Evropës edhe të botës. Io penso che si sta calpestando l'orgoglio del popolo albanese. Si possono reinvestire i capitali in tante cose, si potrebbero reinvestire i capitali riaprendo le fabbriche. Patjetër do arrijë qëllimin. Të rojë rinia që ngrihet në këmbë, edhe ajo do ta çojë në vend çdo gjë në Shqipëri. Shqipëri e re. Për Shqipërinë e re, unë jam fëmijë të diasporës, edhe kjo Shqipëria është një Shqipëri që mu të kthem. Dua të kthem në Shqipëri edhe protestoj për një Shqipëri kur diaspora mund të kthet. Atë është shpresë. Po, shqiptarët po më tregojnë pse prindët e mi kur ishe vogël më thoshin të jesh krenar, të jesh shqiptar. Tani po e kuptoj. Vlora është këtu, po Vlonjati ku është? Ishin disa nga mesazhet e protestuesve të mbledhur në sheshin Adem Jashari. Pas fjalimeve me flamuj kombëtar dhe flamingo në duar, protestuesit kanë përshkuar më pas me këmbë bulevardin kryesor të qytetit Vlorë Skel deri në Lungomare.